Të gjithë fermerët që duan të përfitojnë nga subvencionet që akordon Ministria e Bujqësisë mund të aplikojnë në 12 drejtoritë përkatëse të qarqeve ku të prezantojnë projektet e tyre. Aktualisht Ministria e Bujqësisë ka dhënë në dispozicion 18 skema mbështetjeje për fermerët të cilët merren me kultivimin e ullirit, aroreve dhe blegtorin. Në një intervistë për kanalin 7, drejtori i Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, Gjok Vuksani, shpjegon mënyrën se si mund të përfitohen fondet. Fermerët aplikojnë në 12 drejtoritë e qarqeve, duke filluar nga veriu në jug, në të cilat ngrihet një komision i vlerësimit të projekteve. Pastaj, lista e projekte të vlerësuar që vijnë nga qarqet, vjen në rrugë protokollare në agjensi. Ne, si strukturë, jemi përgjegjës për fazën e kontrollit të realizimit të projekteve në vend dhe për realizimin e pagesës së këtyre projekteve në rrugë bankare. Drejtori i Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural bën të ditur se në datën 3 dhjetor do të nisë aplikimi për fondet e Bashkimit Evropian dhe i bën thirrje fermerëve të aplikojnë pasi procedurat për përfitimin janë të thjeshtëzuara. Ministria e Bujqësisë subvencionon të gjithë fermerët me një minimum të tokës në 0,2 hektar dhe maksimum 5 deri në 10 hektar. Ndërsa vitin e ardhshëm pritet që subvencionet të shtrihen edhe në skema të tjera, si përmirësimi racor i gjethit, boronica, bimët mjekësore dhe gështenja.